A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falënderimi takon Allahut, paqja qoftë mbi dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Na bof Zoti edhe neve prej tyre, amin ajmain, salihin, siddiqin, ulaika rafiqa. Allahu i madhërisëm në surën El-An'am, në një ajet kuranor, na tregon pra në ajetin e 162 me radhë, thot Bismillahirrahmanirrahim, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun xhaleshanehu. Mirë, po është shumë interesant ky ajet, vjen fill pra mas ajetit ku është pra ku përmendet rasti i Ibrahimit. Kul inneni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin. Thuaj vërtet Zoti më udhëzoi në rrugë të drejtë, që është feja e drejtë, feja e Ibrahimit, millata Ibrahim, din al-hanifa, që është larg besimeve të kota. A Ibrahimi pra nuk ishte idhujtar. Pra fill mas këtij ajeti kuranor që përmendet Ibrahimi dhe dinul hanife, besimi i pastër, dhe Ibrahimi pra nuk ishte idhujtar. Por kjo është shumë interesant që shumë njerëz me e kuptuar rëndësinë e Kurban Bayramit dhe me kuptuar rëndësinë e sakrificës. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj pra namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë për Zotin e Madhërisëm. Pra ton jeta njeriu është sakrificë. Nana sakrifikon që ty me të majt në barkë, rrezikon jetën e vet, që me të sjell ty në këtë dunjë, e ti mu bo alamet mësuesja, dietarja, shkencëtarja, mu bo luftara, mu bo inxhiniera, mu bo mjeka, mu bo mbrojtësja dheuta, mu bo shkrimtara, mu bo... Pra, pa marrë parasysh profesionin ose zanatin që ti e zhvillon atë zanat. Pra, nona rrezikon, sakrifikon në barkun e saj që ty me të prun këtë jetë. Edhe mas si ti vjen këtë jetë, nona dhe baba sakrifikojnë gjithë shka që ty mu rritë, mu bo një vajzë ose një djalë i ndershëm, edhe me marrë edhe një zanat edhe mi dhonë drejtim i jetës. Pra sakrificë. E kjo është pra një mesazh mjaft i fuqishëm i këtij ajeti kuranor. Kul, që thot në mënyrë urdhnore, thuaj, sepse kjo na vjen shpesh, shumë kul huwa Allahu ahad, thuaj ai Zoti është një. Ose kul ja ayyuhal kafirun, thuaj o ju mosbesues. Pra kur thot kul në mënyrë urdhërore, pra kul inna salati wa nusuki, thuaj namazi dhe kurbani im. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Për shembull vjen ajeti kuranor në surën Kauthar. Dhe fal namaz dhe prej kurban për Allahun te barekuhu ve taala. Prapë edhe kjo po vjen në mënyrë urdhërore, pra decisive. Direkt pra kështu, direkt po na drejtohet. Pra në mënyrë si thomë na në formë ultimatumi. Edhe kjo sakrifica është vjen në një formë eksplicite kështu, drejt për drejti. Pse vjen kjo? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë për çdo fije të kurbanit që ju e preni, fije që ka në trup pra të kimeve, keni shpërblim të Zoti, sepse kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pra çdo gjë pra i takon Allahut. Kullun man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe një ditë gjithçka do të përfundon dhe do të mbetet vetëm Zoti i madhëruar. Andaj sakrifica në jetën tonë ka një vlerë jashtëzakonisht madhe,
dhe duhet m'ja ditë për rëndësinë dhe peshën sakrificës dhe duhet më mundu me bërë sakrificë. Edhe gjumi, zgjimi heret për me falë sabajin është sakrificë. Edhe respektimi i orarit punës është sakrificë. Edhe ruajtja pastërtia ambientit dhe mjedisit ku ne jetojmë është sakrificë. Edhe të shkollosh dhe të edukosh rininë e sotme është sakrificë. Edhe të jesh mësues dhe hoxh i mirë që të edukosh popullin, të mësosh fëmijët, të mësosh rinin që mos shkojnë rrugëve të gabuara është sakrificë. Edhe të tua këndosh njerëzve Kur'anin edhe t'i afrosh njerëzit me Kur'anin në këtë kohë të çroditjeve të mëdha është sakrificë. Edhe të udhëtosh me mijëra kilometra që shkosh të lexosh Kur'an dhe t'ua mësosh namazin njerëzve në qoftë dhe në majet malit është sakrificë. Të ndërtosh një falture që njerëzit të qetësohen shpirtërisht është sakrificë. Të ndërtosh një urë që të lidhen disa fshatra është sakrificë. Të ndërtosh një shkollë, një librari, të dhurosh dhe të shpërndash mes njerëzve ushqim, ti të bësh njerëzit në të mirë është sakrificë, sepse të thrasësh në të mirën është sakrificë, sepse shumë njerëz pra nuk e kuptojnë. Dhe prandaj ti që ta kuptojnë njerëzit duhet të qëndrosh vazhdimisht dhe ti kuptosh ata që t'ua përhapësh pra fjalën dhe veprën e mirë në mesin e tyre. Inna alladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya, thot Zoti në Kur'an. Ata të cilët bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Zoti. Veprat e mira, ata që bëjnë vepra të mira pra janë krijesat më të dashura tek Zoti. E ku ka më njeri të mirë se sa ai që thret në të mirën dhe ndalon nga e keqja, siç thot Zoti në Kur'anin e tij të madhërisëm. Pra, thret në fjalën e mirë, në veprën e mirë, në punën e mirë. Prandaj, në këtë kohë të shturjeve dhe çrroditjeve të mëdha dhe paragjykimeve dhe paranojave që njerëzit jetojnë në paranoja dhe paragjykime të mëdha, ne duhet t'i thrasim ata në të vërtetën, në fjalën e mirë, në veprën e mirë dhe në mendimin e mirë, sepse kur ju formoni mendimin e mirë në veten e juaj, ajo reflekton, ky mendim i mirë pra reflekton në veprimin e mirë. Këto duhet të jenë të sinkronizuara mes njëra tjetrës dhe të shpalosen tek masa, në komunikim me masën dhe njerëzit që na rrethojnë rreth e për qark. Prandaj kur thot kul inna salati wa nusuqi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pra tregon se gjitha këto pra i takojnë Zotit të botrave. Ai është Allahu xhaleshanuhu që të krijoi dhe të përsosi dhe të formsoi. Prandaj prerja kurbaneve edhe në këtë ditë që po vjen Kurban Bajrami dhe na ndajnë ashtu rreth një muaj, pra është obliguese për çdo besimtar që të prej kurbanit ta shpërndajë për smurët, për të varfrit, nevojtarit dhe t'ju ndihmoj pra njerëzve të smurë, jetimve, të bonjakëve, të smurëve, të nënve. Por kur ti e bën një kurban, pra ai kurbani ka vlerë shumë të madhe sepse është edhe sadaka, edhe shpëton njeriu nga smundjet, sadakaja shpëton njeriu nga smundjet, nga belat, nga problemet. Kështu që kemi pas raste të shumta që kur dikush e ka prej në kurban për hir të Allahut, Allahu ja ka shtu bereqetin në shtëpinë e tij. Allahu e ka rujt për belave, familjen, fëmijët, prindrit e tij, gjyshat e tij, babgjyshat e tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 3 gjëra shoqërojnë njeriu në jetën e tij. Ka thonë familja, vepra e mirë, pasuria, evladet e kështu me radhë. Ka thonë 2 mbeten këto, që është familja, pasuria, evladet dhe vepra e mirë, thot e merr këtë dunjë po edhe në botën tjetër. I thanë ja Resulullah, cila është vepra e mirë? Tha, pe veprave të mira thasht për shembull me mbjell një pemë këtë dunjë që vazhdon në pas vdekjes mi dhon frytet, me lënë një evlad halal që lutet pas vdekjes së prindërve të tij dhe që bën vepra të mira dhe pas vdekjes së
prindve të tij. Po kush e mësoi atë vlat me bën vepra të mira, ty si baba dhe nona. Pra, ju që e mësut, keni me morë se vapin, se e keni mësue. Pra dhe vazhdon, pra kontinuitet, pra shaj djallë ose shaj qik, pra qëta e vlat të tu, kur të bajnë punë të mira në këtë botë, edhe ju jeni pjesë e asaj punës të mirë që pra e keni të shigue se pra baba dhe nona të ka mësu ty e ti pra e merë shpërblimin edhe ti, po e marrin shpërblimin edhe prindët e tu që të kanë mësue, marrin meritat edhe ata. Sepse kemi edhe të rasti i Musait dhe Hidrit. Musai ishte i dërguar i Zotit edhe Hidri ishte një njeri i mirë që Allah i kishte dhënë dije të madhe Zoti i Madhërisëm. I edhe shkoi në një qytet, po aty s'ju japin as bukë me hongër, as kur nisën. I edhe çfarë ndodh aty? Hidri ja u drejton muret aty. Edhe i thot Musa, i thot, si ja u drejton ti muret këtyne, këta s'na dhan bukë me hongër, as su kujdesen për një as pak. Tha ti tash po ja u drejton edhe muret këtyne. Buzëqesh e Hidri se Allah i kishte dhënë dije edhe kishte qenë urtar i madh. Tha këtu tha ka qenë është një pasuri e disa jetimve, e u i drejtova muret që ata ku të rriten me egzuat pasuri sepse wa kana abuhu salihan, përmendën në Kur'an surën Kehf. Thot dhe baba i tyne ishte njeri mirë. Pra baba i tyne o konë njeri mirë, Allah e ka qunë një njerit mirë Hidrin, mi ja u drejtu muret që aty në mos mi u zhduk pasuri, ata ku të rriten me egzu këtë pasuri. Shikoni sa i interesante është kjo pra. Shumë interesante pra. Baba i tyne o konë njeri mirë, pra ka ndru jetë baba i tyne, ka kaluë. Mirë po i kalon djemët e vetë, e djemëve të vetë ja u kalon një pasuni. E shëja pasuni ka konë të utret, ka konë të hupa e pasuri, dhe çka ndodh aty? Ndodha e me mira pra që ata e ruin, pra e çon Zoti Hidrin mja u drejtue ata kur rriten e gëzojnë atë pasuni. Pra o kene e buhu salien, pra baba u ka njeri mirë. Pra te ke pas babën besimtare njerit mirë që ka dhënë ton jetën e vetë me durët e vetë, ose nanën, e shaja mirësi ka mu shfaq të ti si e vlad. Pra, sepse shaja që ka e bojnë prindët tu në këtë dunjo, ajo reflekton të ftyrat edhe e vladve. Nëse ti jo shy me halal, edhe vlad kanë me dalë halal. Nëse ti ke punu për atë dhe, e ki dasht atë dheun, e ki bo pun të mija për atë dhe, të në shëtë të mija ati si ki bo për atë dhe për vend të anën, ka me të shpërby Zotit të fëmijët e tu. Kjo është e dëshmume dhe reflektume edhe për gjyshave tu në Zotim Shirof. Unë e kom pas një gjysh, rahmet i pa shpirti, ka qenë oficer i lartë, ka qenë burr i lartë, i cili ka punu të njëtën e vetë për atë dhe. Edhe ka ushqy shumë njerëz e ka mjellë shumë pemë me durët e veta. Edhe ka ba shumë vepra të mira njëtën e vetë, ju ka një mu shumë njerëzve, por dhe baba, por dhe nona, po ashtu ata kanë punu në sektor të ndryshëm, mos flasim edhe te nona që është kujdes për fëmijët, e se murë në pediatri, edhe bo shkak me shëru shumë fëmijë dhe me shpëtu nga vdekja. Edhe baba që ashtu ka punu të njëtën e vetë, ka mbjell pemë, ka punu punë të sektorit bujqësor dhe blektoral, por dhe ka bo vepra shumë të mira njëtën e vetë, e që ata të na këto të mira këthejnë të kone si djali tyne. E kështu vazhdon kjo farpune, kur na i bojmë për atë mirat, Allahu na i çon shëndetin tonë në vladet tonë, në shtëpitë tona, kudo që ne jetojmë. Andaj prerja kurbanit është sevap i madh. Me prerje kurban për hir të Allahut, ju bën hajër edhe familjes tonë, edhe shtetit tonë, sepse qatë kurban ti ki me shpërnda. Bile edhe në kohën e Muhamedit a.s. Një njeri preu kurban, nuk ishte për kurban Bajram, po ishte thjesht preu kurban gjatë ditëve normale, kështu se për kurban Bajram jemi thirrur gjithë muslimanët me prej kurban. Po kurban mundesh me prej edhe ditëve të tjera, me bë si sadaka, me prej për hir të Zotit e me shpërnda për njerëz të nevojë. Dhe jo vesh për kurban Bajram, se mendojnë njerëzit që vesh për kurban Bajram do të më prej kafsh, ju më kafsh ka prej pejgamberi sallallahu ka prej deshë, ka prej do më thonë kafsh
që janë për ushqim, i ka prej edhe jashtë Kurban Bajramit, edhe i ka shpërnda për smurët, për jetimët nevojtarët, për me marud, një gjillë, një gosti, për akika, për shembull, ku ka linë fëmija, kanë prej kurbane, për shembull, për ndonjë rast fejes e gëzimi, ose për ndonjë rast që Allah i ka shpëtu për ndonjë sëmundje, ose kanë prej për shembull që Allah më ja u lehtësu smundjen me bo sadak, me shpërndasi në formë dhurate për njerëz të nevojë, e kanë bërë për sakrificë. Pse Allah i ka lënë kafshë për sakrificë, jo njerëz. Pra Allah i ka lënë kafshë për sakrificë. Njerëz normal sakrifikohen kur është në rrezik dheu. Janë detyruar mu sakrifiku me mbrojt fëmijën, me mbrojt familjen. Atëherë ajo sakrificë shpërblet me të mira këtë botë dhe në botën tjetër, sepse nuk ke ka shkallë, sepse ti duhet luftosh ta mbrosh atë dheun, siç kemi pasur ne në shekujt e kaluar, po edhe në dekadat e kaluara luftra me pushtues të ndryshëm, që është dashur, për shembull, kemi rastin e Zoti mëshiroft Allahu na takohet xhenet me familjen e Jasharajve, të cilët janë sakrifikuar që sot me kon të lirë. Besa dhe na tonë si shqiptar kudo që jem se na kisha shkau dhe në dorës atje, mu pa bon, do më thëmë mu përphapa i vesh filloj mo një luftu në vlazit tu në atje edhe në koshore edhe kudo gjitha ta djemë trima që sakrifikun me jetë të tyre morën pushkën dorë, Zoti ja shpërbleft ajo sakrificë. Pra kanë sakrifikue për me mbrojt atë dheun e na sot jem të lirë, i kem 2 shtete shqiptare, edhe inshallah Zoti bashka kudo që janë shqiptarët. Pra ata sakrifikun gjithçka dhe u bon kurban i popullit, edhe Allahu i lartësen këtë botë dhe pa dyshim që Allahu edhe në botën tjetër ka mi dhënë një vend të lartë. Kështu na kujtohet sakrifica e Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. e mur djalin e vetë me bë kurban sepse e shpërndau krejt kopën e deshëve dhe denmeve, e shpërndau për Allah. Tashti mu më çuditin pak ta që merren me shitblerjen e baktive, bashkë kur vjen kurban Bajrami mundohen me i rrit çmimet, vend se me i ul çmimet edhe me dhuru dhe ata diçka pe kopës dhe kurbaneve, domethënë këshyrin me keq përdorur, por nuk është mirë kjo punë, sepse dush me mendu se ki me vdek një ditë e nuk ki me mor asgjë për asaj pasurie që ti e posedon, po kanë me mit vetëm veprat e tua të mira. Nuk them që ti mos fitosh, se ti duhet domethënë ti ushqesh fëmijët, familjen, sepse ti jeton me çat bregtori edhe me çat punë që ti e bën me kurbana, mirë po jo ta shfrytëzosh mundësinë që ti shtrydhesh njerëzit edhe të keq përdorësh. Zoti na ruaj. Kështu që tanë çat pasuri që ty ta ka dhënë Zoti, mundet edhe me ta marr e jep tjetër kujna. Kështu që përdor pasurinë për të mirë, e mos e përdor për të keq, e mos e përdor festën e kurbanit për shembull që me i rrit çmimet ose i shin del me një se jep për Allah. Wallahi kjo është me menu shumë, me thonë a ki shpirti si insan aski. Prandaj edhe në tregti njeriu kur punon duhet me nda një pjesë për jetima, për të varfër dhe nevojtar, sepse Allahu ta shufishon atë pasuni. Që kjo sakrificë që bëhet për hir të Allahut që është kurbani, që kjo sakrificë që e bën Ibrahimi a.s. me djalin e vet Ismailin a.s. Është pra për me na tregue se çdo vepër që ne e bëjmë për hir të Allahut aleikum selam, çdo vepër që e bëjmë për hir të Zotit, pra ajo na shumëfishohet e shumohet. Respekt për fëmijën e Ismailin, respekt për gjithë juve këto. Dhe pra këto janë gjitha këto të mira që Zoti na i ka dhënë, janë pra pitina. E një ditë kena me i dërzuar, kanë me i trashëgu brezat që vinë me pas. Mirë po ne si i posedojmë për momentin, duhet t'i ndajmë dhe me të tjerët. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir, e unë o Zoti jam i kënaqur me çdo të mirë që ti më jep mua dhe më furnizon me mirësitë e tua. Dhe kur e mur Ibrahimi a.s. djalin e vet, u ngjit te kodrës përpjet, Zoti e sprovoi pra me bën sakrificë. Çaj Allahun i dash me leku Xhibril erdh edhe tha,
Po, para se me ungjita që na i del të shejtoni sa në kratë mojnë, sa djathë, sa para, sa mbrapa, edhe donte për me dobësue, por ai e përzuri dhe e tha unë do të bëj urdhën e Zotit që jam i thirrur. Se të gjithuni, inshallah, ja ebu, mine sabirin, tha, o baba jem, tha, unë do të jem prej durimtarëve, veç vazhdoje të jetë drejtimin që je nisër, dhe ti do të me gjesh mua prej durimtarëve, tha Ismaili a.s. Ibrahimit a.s. që ishin babë e birë. Dhe në fund Allahu e shpërblej pra me një dash dhe e preu dhe e shpërndohu për Allah, sepse e kishte shpërndohu krejt, subhanallah, krejt kopejën e tij e kishte shpërndohu për hir të Allahut. E kishte shpërndohu që njerëzit të thërrin kurbanin dhe të shpërndojnë për njerëzit nevojë dhe smurë kështu me radhë. Tash ti llogaritë na me e krahasu Ibrahimin a.s. me këta njerëz sot që merren me kultivimin e kafshëve në blegdëri, do të mundohen ata pak me menu, me thonë që na pishismi këto, normal se na i mojmë fëmijët me to, po do të me menu dhe ata një ose dy mi shpërnda për Allah, mi prej edhe mi shpërnda. Sepse në kohën e pejgamberit a.s. njëri që kishte prej një bakti, i kishte dhuru krejt, kishte majti kofsh të vogël për vete, edhe tha i kom dhonë, tha krejt, tha, veç e kom majt një kofsh, tha për vete. Tha, krejt që ato, tha, se e ke dhonë, e ke morë. E që ato, tha, që ato se e ke majt, tha, do më thonë, është se e ke majt, mirë, po që ato se e ke dhonë, e ke morë, tha. Do më thonë, qka ke dhonë, e ke morë, do më thonë, ke fitu. Subhanallah, njerëz nuk e kuptojnë këtë, veç ata që i kanë imonin e fortë ose e thellohen në besim te Krijuesi, që ato çka i ke dhënë krejt, që ato i ke marrë, se pa dhënë nuk merr këtë dunjë. Te e ke pa për shembull, kur ne japim, gjithmonë jemi ma lehtë kështu, sepse pejgamberi selam ka thonë, dora që jep është më e mirë se ajo që merr. Se pa dhonë nuk merr. E kështu që na për shembull e kemi rastin te nona. Nona e jep frytin, pra pi barkit saj e qep fëmin në këtë dunjë. Shaj fëmi rritet, e tani ai fëmi do të mundu më jashtë përbi babës e nënës. Ton jetën. Nuk mund një den hakut. Prandaj, dhe kene bu salihen, po kthehen përsëri ai, pra ishte babën e kanë pas njëri të mirë. Po tani e kemi edhe djaloshin surën Yasin, që po flet për asaj dunjën, po thot, sikur ta dinit ju, sa të mira jam të jetu në këto. Prandaj, këto janë të mirat e Allahut, prandaj, fesalli li rabbike wanhar. Dhe prej kurban për Allah falu, po dhe prej kurban vetëm për i Zotit. Vallahi unë po flas për përvojës që ata si kanë prej kurbana, ja u ka qenë Zoti udhë, e ju ka dhënë vlad halal, e ju ka dhënë shëndet, e ju ka largu smujat, ja u ka largu problemet, e ju ka dhënë Zoti mirësi pa fund. I ka rujt për sehire, i ka rujt për këqijave, se njeri duhet me bot mira, se punët e mira i fshin të këqijat e i ru Zoti njerëzit për belave. Mundet me jetë njeri bon vaki ka bo në i gabim, në i ka bahat pa të keq si thumna, e kur e bon ti tani një vepër të mirë, si që është edhe kurbani, ti po ju shqen, njerëzit po i bën më gëzue, ata lutën fëmija e vegjël, e lutja e fëmijës pranuhet sa është i pastër fëmija i pashar, edhe gëzohet kur ndodha ajo sakrifica kurbani. Kështu që tash pe këtij momenti fillon për, domethënë, nëse për Kurban Bayram është festa që duhet patjetër prehen me 10-100 kurbana, po kurbanin duhet me prej për Allahun, me pas qëllim pra fitimin e kënaqësisë Allahut. Nëse Allahun e madhreshëm që këto minuta që ishe së bashku, të kemi mësu diçka së bashku, dhe kjo është vetëm fjala e Zotit e lumë njëri që punon me fjalën e Zotit. Selamu alaikum, Zoti ju shpërbleft edhe një herë.